Temperaturat e pazakonta për muajin maj, që në disa raste kanë zbritur edhe nën 0 gradë, kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në sektorin e drufrutorëve në juglindje të vendit. Megjithatë, specialistët e pemtarisë theksojnë se pavarësisht dëmeve të shkaktuara nga temperaturat e ulta, fermerët duhet të vijojnë normalisht procesin e spërkatjeve dhe trajtimeve në pemtore. Sipas tyre, trajtimet janë të domosdoshme për të mbrojtur pemët nga sëmundjet dhe për të garantuar zhvillimin e shëndetshëm të kulturave për sezonin e ardhshëm. Në disa pemtore kemi prodhim pothuajse të dëmtuar totalisht, por edhe në disa pemtore kemi pak prodhim. Unë do të thoya që trajtimet kimike në këto pemtore duhet të vazhdojnë, pasi ne do ta mbrojmë mollën nga sëmundjet dhe dëmtuesit, pra pjesën fitosanitare, sepse ne këto do të kemi të trashëguara vitin pas ardhës nëse do t'i ndalojmë trajtimet kimike. Do të kemi një zhvillim të ngadalshëm të bimës. Në këtë periudhë janë trajtime intensive që bëhen në pemtore, në vegjetacion me alternim preparatesh kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve. Paralelisht, Delha këshillon fermerët të ndjekin vazhdimisht informacionet dhe sinjalizimet e dhëna nga qendrat e prognoz sinjalizimit në mënyrë që të njihen me momentet kur paraqitet rreziku për shfaqjen e sëmundjeve apo dëmtuesve. Në disa zona kemi prodhim të kënaqshëm, zona e Zvirinës, zona e Dvoranit këthe, dhe trajtimet janë fokusuar mbi bazë të monitorimit të prognoz sinjalizimit, që ne dhe japim këshilla në faqen e qendrës së transferim teknologjive bujqësore që TDB-s, dhe të gjithë fermerët duhet ta ndjekin si faqe dhe të shikojnë grafikët e monitorimit për sa i përket trajtimeve preventive, parandaluese, në mënyrë që t'i paraprimë infeksioneve të mundshme në pemtore. Dhe kjo është plotësisht e zgjidhshme. Janë 4 qendra të prognoz sinjalizimit në pikat potenciale të prodhimit të mollës, në fshatrat Mollaj, Zvirim, Progrër, si dhe tek ambientet e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Korçë.